Pse nuk ka frekuentim dhe njohje në duhur djeli i detit për festat e fundvitit? Pyetje shumë interesante nga ana juaj. Ç'është e vërteta, unë kam lëvizur në shumë vende specifike në Shqipëri për të parë traditat dhe kulturën dhe sidomos pjatat që bëhen në çdo lloj krahine të Shqipërisë, që nga Kosova deri në Epirin e Largët, dhe kjo gjë nuk më ka shkuar në mendje. Po juve mund të porosisni diçka tjetër. Në vetvete çfarë arsye i jep kësaj? Ç'është e vërteta, në zonën tonë neve nuk kemi përdorur gjelin e detit, ajo është traditë mbi Gjirokastër e sipër, dhe neve kemi përdorur kokoshin me përshesh, jo vetëm për vit të ri, po e bënim në çdo lloj, kur kishim festa apo donim të shijonim një drek apo darkë familjare, një të diel, e bënim, nuk është se e kishim traditë që duhej bërë në vit të ri. Pra kësaj thonë në det pa gjel deti. Jemi në det pa gjel deti.